Në gjithësisë, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi gjithë profetët, mbi burrin e tyre, dashurin në zemrën tona, Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij, besnik, të gjithë ata që ndodhin në ndjekjen e urrit të tij të përsosur, të bekuar deri në ditën e premtuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë mësime, rregulla, parime dhe ndryqime imani besimi nga ngjarjet e historisë profetit Muhammed alayhis salatu wassalam, dhe kemi arrit nga funi i jetës tij bekume dhe të drejtuar jemi pikërisht ke Haxhi i Lamtumirës. Siç përcjellet në librin e Imam Muslimit, Allahu më mëshiroft, nga Xhab shoku i pejgamberit alayhis salatu wassalam, Jabir ibn Abdullah, Zoti qoftë i kënaqur për të dyve, thotë profeti alayhis salatu wassalam qëndroi në Medinë 9 vite. Mas vitit 9, pra 9 vite pa kryer haxh. Pastaj profeti alayhis salatu wassalam dha lajmin për haxhin, pra për hapi kushtrimin për haxh në vitin 10 Hijri, pra 10 mas emigrimit, që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam do të kryej haxh. Dhe mas këtij lajmi i drejtuan Medinës së ndriçuar nga gjithë anët e gallishullit arabik. Vinin njerëzit me përkushtim të madh dhe me tepër të gëzuar që të kryenin haxh me imam e prijes, imamin e krejt profetëve, prisin e krejt profetëve Muhammedin alayhis salatu wassalam, që ta mësonin haxhin siç duhet dhe të vepronin duke marrë mësimin drejt për drejt prej tij, me praktikën dhe këshillat e profetit alayhis salatu wassalam. U nis nga Medina profeti alayhis salatu wassalam 5 ditë para se të mbyllej muaji i Dhul-Qa'des. Muaji i Dhul-Qa'des është një muaj para Dhul-Hijhes, pra muaji që kryhet haxhi. Pasi profeti alayhis salatu wassalam thotë Xhabiri, hipi në korrish të dëves, pra një vend që quhet Beida, holla shikimin majtas, djathtas, para mbrapa, pra nga brania e profetit alayhis salatu wassalam, dhe nuk i përfshinte syu për turmat e njerëzve, masën e njerëzve, ai shumë kishit ardhur. Ndërkohë u nis ky udhtim drejt Mekës për të kryer në haxhit, pra me mira besimtarë, shumica ishin tris apo kishin hyrë në Islam dhe ishin të tepër të emocionuar për të mallëngjyer për këtë ngjarje. Ndërkohë që profeti alayhis salatu wassalam mesin e tyre mbi të vet, dhe Kurani thotë Xhabiri vazhdonte të zbriste, pra kush ngel prap pjesë nga Kurani për t'u shpall profetit alayhis salatu wassalam. Ka diskutim këtë dietarë, çfarë lloj haxhi kryu profeti alayhis salatu wassalam. Janë 3 lloje haxhish, por kjo është temë ke çështjet e shariatit dhe të fikut. Është haxh mufrad, që është haxh i thjesht, pa kurban dhe pa umra, pa i shoqëruar me umra. Është tamattu, që është lloj haxhi tjetër, ku shkohet masi filloi koha e haxhit, për që Dhul-Qa'de, bëhet umra, hiqen ihramet, detyrimet e ihramës, bëhet ibadet gjabe deri kur të vijë data, pra e fillimit të haxhit. Kjo shoqërohet edhe me kurban. Ose edhe haxhi tjetër që është shoqërohet me kurban. Nëse kjo është çështje e fikut, domethënë ai që ka për të kryer haxh patjetër do të jetë i qartë përpara se të bëjë njetin se çfarë haxhi do të kryejë. Ai që ka rëndësi, profeti alayhis salatu wassalam me arrit në korrish të Mekës, nga ku shihej shtëpia e shenjtë, pra xhamia e Qabës, ndalë profeti alayhis salatu wassalam dhe bëri një dua: Allahumma zid hadha al-bayt tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan. O Zot, shtoje kësaj shtëpie,
pra ka fjallën për Xhamin e Qabës, vendi i parë nga shenjtëria në botë. Shtoi kësaj shtëpie nderin, madhështinë, bollëkun, bujarinë dhe solemnitetin, dhe shtoi të gjithë atyre njerëzve, shtoi madhështinë, që këto kryen haxh apo umra, dhe shtoi nderimin këtyre njerëzve, dhe tregohu bujar me ato, dhe ipi autoritet gjithë këtyre njerëzve, dhe mirosi, pra, boi njerëz që sillen mirë dhe i pason e mira. Pastaj profeti alayhis salam vazhdon të kryente haxhin, i sqaronte me lëvizjet e veta, me veprimet e veta dhe me shpjegimet e veta, gjatë gjithë kohës i shpjegonte muslimanëve rregullat e haxhit. Dhe në Arafat, në hapësirën e Arafatit, që është pjesë vendeve të shenjta të Mekës, profeti alayhis salam mban hutbën për kontesën që quhet hutbja e lamtumirës ose hutbja e haxhit lamtumirës, pra në Arafat, që llogaritet nga dietarët e Islamit si një kontesë, një ligjërat e shkurtër dhe tepër përmbledhëse për ato që mban. Dhe ne do i trajtojmë inshallah. Domthonë sot do trajtojmë, si ta thosh, 2 pika, si ta thosh, 2 nene përgjithësuese të fesë islame, dhe pastaj rrona e ardhshme me ndihmën e Zotit do vazhdojmë sqarimin. Do thot profeti alayhis salam, sikur i drejtohet gjithë botës, profeti i funit, pula e tyre, me të cilës zbriti plotësimin dhe përsosja e fesë, Allah. O njerëz, ndëgjoni fjalën time, sepse unë nuk e di, ndoshta nuk do t'ju takoj ju vitin e ardhshëm në këtë vend, për gjithmonë, pra. Dhe ishte haxhi i funit i profetit alayhis salam dhe viti i funit i jetës tij bekume. O njerëz, vërtet gjaku juaj, pasuria juaj, janë të shenjta pa të paprekshme, nuk të pacënueshme, pra me ligj të Allahut. Pra gjaku dhe pasuria juaj. Vjen me i thënë një rast tjetër profeti alayhis salam dhe nderi juaj janë të shenjta, pra s'do të guzoj kush të cënoj as nderin, as pasurinë, as gjakun e muslimanit. Sikurse është e shenjtë kjo ditë dhe ky vend, pra dita e Arafatit, që është thelbi zemrë e haxhit, që është i ditë para Kurban Bayramit. Pas ai që nuk është në Arafat në këtë ditë, nuk i quhet haxhi. Pra, siç është e shenjtë kjo ditë dhe ky vend. Vazhdon profeti alayhis salam, a nuk është e vërtetë që pra pa fjalën e dyshimit, që krejt çështja e xhahilis, pra asaj që si takoni që s'është e Islamit, dhe është kundërshtimi i Islamit, është sot nën këmbët e mia, pra kuptimi e kam varros krejt xhahilin në rregullat e saj. Gjaqjet e xhahilis, pra hakmarrjet, vazhda ose rregullat e gjakmarrjes së xhahilis janë të anulluara sot në këtë ditë. Dhe gjaku i parë që është anulluar, që është njohur si çështje si gjakmarrje, është gjaku i Ibn Arabia ibn Harith dhe kamata e xhahilis është e varrosur sot. Dhe kamata e parë që të varroset për që të anullohet është kamata e Abbas ibn Abdul Muttalib, pra xhajit vet. Edhe ajo është e varrosur me ky sot, pra tjerë do të heqin dorë përfundimisht. Çfarë ishin gjakmarrjet që ishin trashëguar në xhahilia, apo kontrata borxhesh me fajde, ajo që është haram, ka sigurisht janë anulluar. O njerëz, vazhdon profeti alayhis salam, vërtet shejtani e ka humbur shpresën përfundimisht që të adhurohet në tokën e juaj
për gjithmonë. Por thot, nëse i shkohet mrapa, i bindën shejtanit përveç kësaj, pra për haram, për të kundërshtuar Allahun me harama, përveç idhujtarisë, adhurimit Zotit, pra me i bërë shok Zotit, ajo është i kënaqur. Pra lufta e shejtanit me ju nuk është mund të tokë që do rikthej prapë idhujtarinë. Ta adhurohet tjetër kush pas Allahut. Por ama, ajo që do vazhdoj si luftë e shejtanit në kërkim drejtësisë vetë, do të jetë bindja ose jashja ose mashtimi që do i bëjë shejtani juve për sa i përket punëve dhe veprave tuaj, të cilët përmend profeti alayhis salam do i përçmoni, do t'i qoni gjëra të papërfillshme, pa mo edhe me këto që ju që do i qoni papërfillshme, shejtani do të jetë i kuq. Prandaj keni kujdes, ruhuni. La amanat ruhuni. O njerëz, vazhdo profeti alayhis salam, ndryshimi unë pa përshtatës me Shqipën se ka i term veçantë, ose shtyrja afateve të muajve shenjtë, është shtesë në kufrën mohim, sepse Allahu përmendin vetë me ajet Kurani i ka përcaktuar muajet e shenjtë një herë për gjithmonë, sepse arabët çfarë boshin kur ja donin interesi me shpall luftë, thonë nuk është muaj Muharram, muaj i shenjtë, lejohet me bëj luftë. Po vetë emri fjalës Muharram i ndaluar, i bëm haram, e bëm me haram lufta. Janë 4 muaj shenjtë. Është Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja dhe muaj Muharram, që janë rreshtë një mas tjetër, dhe veç është muaj Rajab, që është 2 muaj para Ramazanit. Këto janë 4 muajt e shenjtë, për çdo muaj efektivi ka shenjtëria këtu, pa që është konfirmuar vendos njëherë për gjithmonë për të mollë i Zot, që në këto muaj është haram lufta, përveç rasteve që janë ekstreme apo ka pas domosdoshmëri. Dhe vazhdon profeti alayhis salam, koha rrotullohet, pra cikli i kohës sillet sikur ka qenë sjell, pra rrotullu në 100 ditën kur i ka kriju Allahu qiellin dhe tokën. Viti ka 12 muaj dhe 4 prej tyre janë haram, domethënë lufta haram, janë shenjtë. 3 janë një pas njëshëm, ajo që thashtë Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja dhe Muharram dhe muaji Rajab. Një herë për gjithmonë. Ne do vazhdojmë me analizën e këtyre që thamë, që me shpresë kemi mollë sot që vazhdojmë me pjesën tjetër të këtij haxhit të Amdomirës dhe analizën e saj. E para punës. Sa herë ka kryer haxh profeti alayhis salam? Ka mendimi që ka kryer haxh vetëm 3 herë. 3 herë janë të 3 herët që profeti alayhis salam, siç i kemi kaluar mësimet e viteve, domethënë të Mekës, shpalljes mekase, kur u bllokuan u luftu te masat i dashur me Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe kishte mundësi shumë të pakta të ftonte njerëzit në Islam, nga funi periudhës mekase, 13 vjeçare, shfrytëzonte sezonin e haxhit. Dhe aty i premtuan, domethënë 3 vjet para emigrimit, i premtuan banorët e Medinës, pra bon premtimet e veta profetit sallallahu alaihi wasallam. Vitin tjetër u bë besëlidhja e para Akabes fshetas, dhe i vit para emigrimit u bë besëlidhja e dytë e Akabes. Dhe thuhet që këto takime, pra që i shfrytëzoi profeti sallallahu alaihi wasallam me thirrje njerëzis për në fenë Allahut, ka kryer edhe haxhin. Ka menime në dietarët, edhe që kanë studiuar historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, që i dashur me Allahut ka bëu haxh çdo vit. Ama për sa i përket haxhit, periudhës islame domethënë që të shpalljes kuranore, si vure profecive e udhëzimit hynor, ky është haxhi i parë, siç e kanë thënë sahabët, është haxhi i Islamit. Haxhi i Islamit është
i pari dhe i funit për profetin alayhi salatu wassalam, ose si që kanë qenë ndryshe sahabët e nderuar, Zoti qoftë i kënaqur me tyre, haxhi i dërguarit Allahut. Sepse haxhi, në mënyrë se si kryhej haxhi, ishte me rregulla të ndryshme, sidomos ke idhujtarët, me ulërima, me duar torkitje, burrat bonin tavaf qabe në Kurejsh, ditën kurse gratë bonin natën që mos duheshin, kishte shku ignoranca në kulmin e vet. Kishte shku poshtë në tokë dhe poshtë tokës. I deformu haxhi i Ibrahimit alayhis salam te mase, përveç asaj që ishte padrejtia më e madhe, ishte idhujtaria. Ignoranca më e madhe dhe padrejtia më e madhe në të njëjtën kohë ndaj Zotit. Pra, ajo që është sigurt që haxhi i Islamit është vetëm një, i pari dhe i fundit i profetit alayhis salam. Pse quhet haxhi i Islamit? Sepse u vendosën rregullat e Imamit Zot përfundimisht dhe në vitin 9 mas emigrimit, pra viti i fundit i jetës profetit alayhis salam në këtë botë, erdhi urdhri hyjnor që detyronte haxhin, pra urdhri i formës prem, si urdhër, jo thjesht si urdhër, fars, po dhe shtylla e pesë e Islamit erdhi pikërisht në vitin e 9 të emigrimit, të hijrëtit. Dhe kjo mjafton për këtë pikë, vazhdojmë një pikë tjetër, kuptimi madhor i haxhit profetit alayhis salatu wassalam. Haxhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka kuptim tepër të madh. Është madhështor. Për sa i përket lidhjes që ka ai me thirrjen, me ftesën ke feja që islame, me thirrjen islame për ke rrugat mëndit Zot. Dhe ka lidhje me vetë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo thjesht biografi me kalu kohën. Por themi ka lidhje me jetën e profetit alayhis salam, pra me shpjegimin e rregullave të haxhit të përjetuar nga profeti alayhis salam dhe të kumtuar dhe të përcjellur drejt për drejt ke njerëzit në dëshminë e mira sahabëve të nderuar. Pra profeti alayhis salam, siç është tipike e shpalljes mekase, ka folur për çështjet e imanit dhe të moralit, dhe mas Miraxhit, që ka ndodhur përsërisht 2 vjet para emigrimit, erdhi urdhri përfundimtar për detyrimin e namazit 5 vakte në ditë, të detyrueshme, pastaj namaz të tjerë. Kurse urdhri për haxh ka në vitin e 10 hijrëtit, që i bën përsërisht 11 vjet të mëdha. Profeti alayhis salam, pra në qoftë periudhën Mekase kryesisht i ka shpjeguar njerëzisë çështjet e besimit Zotit një pa i bërë shok atij dhe çështjet moralit, dhe në plotësim të fesë, sidomos në periudhën Medinase që quhet për sqarimin e rregullave të adhurimit, shariatit dhe marrëdhënieve ndërnjerëzore dhe të krahasimit të feve. Pra gjatë jetës profetit alayhis salam, siç i mësoi me fjalë dhe me veprën e tij, namazin, agjërimin dhe rregullat tjera, ishte zakatin, kisha ardhur dita për të mësuar dhe shtyllën e pesë Islamit, për që është haxhi, drejt për drejt. Pra pikërisht në një Mekë të pastruar nga idhujt dhe idhujtarët, të pastruar nga çdo lloj sjellje e ulët që si takon Islamit, nga ngritësitë e idhujtarisë dhe idhujtarëve. Ishte si realizim ose përmbushje nga Imam Zot e lutjes që ka bëu Hazreti Ibrahimi, babai i profetit alayhis salam, që përmendet në surën Haxh, u jep urdhër Imamit Zot, wa adhin fi nasi bil haxh, dhe nga mrekulliet profetike të Ibrahimit alayhis salam,
është që Allah e bani që ta ligjojnë gjithë njerëzit thirrjen e Ibrahimit alayhis salam për të vizituar Ka'ben, për të kryer haxhin. Gjatë kohërave, dihet i kemi sqaruar, unë dot Mekka, me idhëtari, unë dot me ndërtësitë e sajesave, e pahurive që sajon idhëtarët, që ato që thamë me fishkollima, me tabak flakurishë, etj. Përveç idhëtarisë, dhe u deformu haxhi profetik Ibrahimit alayhis salam. Ishte pra dita që u përmbush lutja e Ibrahimit alayhis salam dhe u sqaroi përfundimisht deri në ditën e Kiametit nga bula e profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra u ndriçu Mekka me nurin e tauhidit, me nurin e njësimit të Allahut, e adhurimit të Zotit, një pa i shoku atij. Dhe nga çdo lloj zakonit xhahilisë dhe sjelljes xhahilisë. Pa pikërisht për këtë arsye, profeti alayhis salam shpalli haxhin. Pra shpalli që të kryej haxhin dhe të jetë ai kryesi i këtij haxhi. Se pavarësisht sot, janë të përmundur shumë gjëra ose të pamundur në deri diku në realizuar, me shariat gjithë haxhilerët e botës do të kenë një imam, një kryes. Kretë e vizit i bëjnë me një imam. Po Zoti i ktheft në origjinën e vet pastër të zbatimit të Islamit. Dhe ktheft hilafetin një orë më përpara. Pra, dhe pikërisht për këtë, masi profeti alayhis salam shloi kushtrimin e përhapi lajmin për kryerjen e haxhit nga ana e si imam, u përgjigj i pushtoi zemrat e muslimanëve gjithë anët e gandishut të arabik. I pushtoi me dashuri dhe me emocion tepër të madh, me dëshirë përvoluese për ta kryer haxhin, që tham ishte rrugë tradita e haxhit, shenjtëria e Mekës, që ka Ibrahimit alayhis salam. Po haxhin e pastër me rregulla të pastra prej hyjnore të sqaruara nga vetë pejgamberi alayhis salam drejt për drejt. Pra ishte ky formallim i muslimanëve, thamë shumica ishin tri, muslimanë tri, sa po kishin hyrë në Islam, unë erdhe me mira nga gjitha anët e shkretëtirave, e gandishmit arabik, zonat e thella kush kishte mundësi, dhe u mblodhen në Medinë. Dhe ky ishte rasti më i mirë dhe më i madh dhe më i bukur që profeti alayhis salam t'ia mësonte njerëzve haxhin për të shtyllë pesë të Islamit. Ishte fruti i 23 viteve lufte nga ana, kryesisht nga ana profetit alayhis salam, përpjekje deri te torturat, deri te poshtrimet, që ishte një ditë i lirë dhe të kryente amanetin e Allahut, atë që i kishte shpallë Zoti t'ia kuptonte lirshëm njerëzve zemrat edhe karrorët të cilët ishin sinqerisht të hapura, të zgjeruara për ta prit fjalën e të mëdhtë Zotit profetit alayhis salam. Ishte fruti pra i 23 viteve përpjekje pa u lodhur dhe pa u nvel kurrë i dashur me Allah sallallahu alaihi wasallam. Që kurorëzohet me hutben e haxhit të Lamdumirës. Që plot mund ta gjeni për këtyme edhe shqip, në të nalë me pikat kryesore, pra siç e kanë thonë dietarët, mjashtat e gjuhës arabe dhe mjashtat e shfrytëzimit të tekstit hyjnor Kuranit dhe fjalëve të profetit alayhis salam, hutba e përkryme, e shkurtër, mbasi për mbledhjes që ka bërë të çështjeve shumë të thekshme. Pra, në Arafat, profeti alayhis salam në këtë hapësirë të territorit kishte mira njerëz rreth vetes, me zemra të hapura, të qetë, për ta përfituar gjithçka që dilte nga goja dhe nga zemra e profetit alayhis salam. Si të thosh, ky fakt fliste me ndollinë e vet, me jahonën e vet, fliste
Ata që ka thënë i Madhi Zot në Kur'an, inna lanansuranna rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma taqumul ashhad. Betohem për mëndin time, thot i Madhi Zot, që neve do t'i ngallnjejmë, do t'i japim fitore të dërguarve tanë, profetët tonë dhe atyre që kanë besuar. Jo vetëm profetëve, dhe atyre që kanë besuar. Fil hayati dunya, në jetën e ulët, pra në këtë jetë, dhe ditën që do më kamën, do çohen dëshmit, pra ditën e gjykimit, pra në botën tjetër. Premtim për Allah. I përforsuar me betim këtë jetë Kur'ani. Ja, vetë pamja e Arafatit, mira njerëz, ishin krejtësisht dhe lirësisht dorëzuar urdhën e Zotit për të kryer hax dhe migrorë të hapur për përfitimin gjithçka që dilën nga profeti alayhis salatu wassalam. Pra si fakt historik i mishërimit dhe i sëndërtimit, premtimit të Allahut. Pra që në këtë ajet Kur'ani që sa po lexuam dhe ajet të tjera. Profeti alayhis salatu wassalam hodhi syt ke fytyrat të pranishme në ditën e Arafatit dhe shikonte të ardhmen e imetit, pra zgjerimin e Islamit në vazhdimsi. Pra hodhi një shikimin e zemrës dhe hodhi fjalën e vet, jo vetëm për ato pranishëm, por për të gjithë brezat deri në ditën e Kiametit. Që kjo jetë mos harrohet kur, kjo ligjërat, kjo kontest profetike mos harrohet kur dhe fillon e Johan nas isma'u, o e njerëz dëgjoni. Pra se unë ndoshta nuk do të vitin tjetër bashkë me ju për në të takohemi bashkë me ju në këtë vend. Pra po ja u them juve edhe ja kam thënë prej Kiametit, deri në Kiametin. Nuk është kjo shprehje e profetit alayhis salatu wassalam, thjesht çështje ndjenjes me një botë prekshëm masën. Profeti alayhis salatu wassalam nuk ka qenë aktor. Po unë ndoshta kam frikë se s'do takohem me ju mas ti të viti pra e jeni tepër serioz. Që ato që ligjoni është amanet gjatën tuaj. Dhe ja përcjellni të tjerëve. Është e rëndësishme. Amanet për Zotit. Pra unë po përgatitem për shpërngulje, për udhtim të largët, për të ikë në kjo botë, për dalë botën tjetër. Atë mision që kisha unë, e keni ju, mos kësaj dite. Vërtet ndarja, siç do vikëm mësimet e ardhshme, me profetin alayhis salatu wassalam, ishte tonditse. Po momentin, po ai që ka gjuar fjalët e profetit alayhis salatu wassalam, jeta ime është më e mirë për ju. Vdekja ime është më e mirë për ju, të dyja të mirë. Po, e kemi fjalën që çështja e amanetit. Misioni i profetit u krye amanetin. Ja u përsolli fen njerëzve të saktë, sqaruar, të pastër. Me fjalën, modelin e vet, përsosur. Kjo është çështja kryesore për kjo lloj e folure. Nuk është çështje ndjenjash. Çështje ndjenjë, dakor, ndjenjat kanë vendin e vet. Po më përballu se po hik pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe nuk do me ditë se çfarë amanetit kalon. Çfarë rëndësie? Çfarë rëndësie? Nuk do me ditë se çfarë do thonë që t'ia përcjellësh tjerëve. S'ka rëndësi fare. Unë po trajtoj vetëm që ta thush nenin e parë të kësaj hutbe madhështore, ligjërate madhështore. Subhanallahu al-Azim, Allahu mund e frymëzoi profetin alayhis salatu wassalam që të lë porosi nga pikërisht porosinë para nenin e parë kësaj hutbe, pikërisht për atë çështje, për atë dukuri që mos si ndrodhe jetë ai mos kalon dhe ai nga kjo botë do shkisnin dhe do rrëshkinin muslimanët. Me ngjarjet që pason mbrapa dhe që vazhdojnë sot të kësaj dite. Pikërisht nëse ta ndajmë hutbet e harrit ta ndojmë njerëz me nene,
Profeti alayhi salatu wasalam, përveç hyrjes që të rrejtë mendjen që mbrigjoni se s'm keni më këtu, dhe ja vjen amanet. Sa amanet për Zotit. Neni i parë, nëse do përdorim fjalën nën, dhe ashtu është në fakt. I kësaj hutje është pikërisht për atë që do jetë plagë e përsëritme në historinë e Islamit. Edhe pse do fuqizohej, edhe pse do përhapej. Çfarë thotë? Ja ejuhan nas, o njerëz, inna dima'akum wa amwalakum aleikum harami ila an talqa rabbakum. O njerëz, gjaku juaj, pra mos e prekni njëri tjetrin. Pasuritë tuaja janë shenjta, si kjo ditë, si ky vend, deri në ditën kur të takoni Zotin tuaj. Pikërisht ndroi jetë profeti alayhi salatu wassalam, dhe neni i parë i hutbes të mirës filloi të shkelet po nga muslimanët. Muslimanët grindën, përçanën, bëjnë luftë me njëri tjetrin. Filloi me fitnën që ndodhen nga Hawarijët, në kohë të Hazreti Aliut, po që i paraprinë asaj që në kohë të Hazreti Othmanit, që vranë zëdhënësin e profetit alayhi salatu wassalam dhe ato që vazhduan më pas. Pa fije në dyshimit që jemi të mangët, edhe ai që nuk është përfshirë për në fitnë, përçarje, në sherrë deri në gjakderdhje. Po ama gjithë këna përgjegjësi sa rrojmë lujmë me ku menim të Allahut këtë smundje, që shmangjen e cilës në ka rënë amanet profeti alayhi salatu wassalam. Sa pa dhe cilë bonë me pasuni dhe robë. Dere e kene këtë gjenë bakuf, që janë në amanet gjithë muslimonët. Pjesa më e modhe të kene janë rjep dhe janë morë me mënyrat nëshme, po nga muslimonët. Pa gjakë dhe pasunia ju janë të shenjta, si që shenjë këtë ditë Arafatit, këtë vend, veni Arafatit, deri në kohë ditën që të takoni Zotin tuaj, pra, s'ka me lëviz. Dhe përsërit, për t'i vu theksin, kësaj çështje, po kjo hutbë thotë, ta'lamunna anna kulla muslimin akhun lil muslim wa al muslimuna ikhwa. Ta dini bashkë për Allah që çdo musliman është vëlla për muslimanin, dhe të gjithë muslimanët janë vëllezër. Dhe nuk lejohet njeriu, pra ka fjalën për muslimanin, që të marrë nga dikush tjetër asgjë pak në isinë e tij. Pra, nëse do mosh nga pjesa tjetër, nga pasunia tjetër, do diçka që ka ai në zotërim, që i takon për të mëdhën Zot, tjetë me i rregull që mos rregullave caktuar, dhe me pëlqimin e atij, me miratimin e atij. Ti je i fortë sa dush, ke pushtet sa dush. Por kjo çështje, që është tipike nga gjithë sprovat e imeteve, kanë pas ato veçantat e vetë. Kurse sprova tipike përveç femnës, immoralitetit, përveç bixhosit, dëshirës për pushtet, tipike e umetit Muhammed alayhi salatu wassalam është etja për pasuni. Kjo neni, gjëra e parë, që përmend ke hutbën e mirës, përmend shenjtërinë e gjatë të jetës muslimane, cënimit të për drejt dhe të pasunisë. Pra çdo musliman është vllai musliman, krejt musliman e vëllezër, nuk i lejohet njeriu, pra musliman, që të marrë diçka nga vllai i vet, pa qenë ai i kënaq, pa e miratuar, pa qenë me pëlqimin e atij. Dhe kurrën e kurrës, por Allah mos i bani padrejti njëri tjetrit. Aja u kumtohet, e përsërit 3 herë, aja u kumtohet më na kryo amanetin, edhe masa e madhe e haxhilerëve që ishin në Arafat përpara profetit alayhi salatu wassalam, po përharitën, e kuptove dhe e kryva amanetin dhe këshillove imetin. E lutim Allahun na mësoj atë që nuk e dim dhe na shtoj ditunin. Na jap dobinë ditunia që na dhuron dhe na ruaj nga ditunia që nuk ka dobi. Na ruaj nga zemra që nuk bindet për mallin e tij, nga nefsi që s'ngohet. Na ruaj nga veprat për cilat ai nuk kënaqet dhe nga lutjet që nuk kanë përgjigje. Allahu me i forcof këmbët tona në rrugën
e përsosët profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, na bashkof me njerëz të mirë për punë mirë që kënaqen mundin e tij, me pejgamberin alayhi salatu wassalam në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. Walhamdulillah Rabbil Alamin.